Sot do vazhdojmë me serinë e predikimeve nga letra Filipianëve. Tani do lexoj nga fjala e shenjtë dhe pagabueshme e Perëndisë. Vëllezër, bëhuni bashkimituesit e mi dhe vëreni ata që ecin kështu, sipas shembullit që keni në ne. Sepse shumë nga ata, për cilët ju kam folur shpesh, edhe tani po ju a them duke qarë, ecin si armiq të kryqit të Krishtit. Dhe fundi i tyre është humbje, perëndia e tyre është barku, dhe lavdia e tyre është në turp të tyre. Ata e çojnë mendjen vetëm në gjërat toksore. Sepse qytetaria jon është në qiejt, prej nga dhe presim me durim shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht, i cili do ta transformojë trupin ton të përuljes, që të bëhet i një forme me trupin e tij të lavdisë, sipas veprueshmërisë së tij që t'i nënshtrojë ndaj vetes të gjitha gjërat. Amen. Dietrich Bonhoeffer ishte një pastor dhe teolog shumë i njohur gjerman, besoj disa nga ju mund ta kenë dëgjuar, gjatë kohës së Hitlerit. Dhe ndërkohë që lufta filloi, ai pati mundësinë të largohej nga Gjermania në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fillim të luftës. Kishte mundësinë të shkonte të jetonte rehat atje si profesor. Një universitet i teologjisë në Amerikë në fakt e ftoi atë që të ishte profesor atje. Por ndërsa ishte në SBA, ai ndjell thellë në shpirt se nuk ishte aty ku duhej. Ai tha në një letër që i shkroi një kolegu tij, profesor amerikan, ai e shkruajti kështu: Nuk mund ta ndaj jetën time me vëllezërit e mi pas luftës, nëse nuk ndaj vuajtjet me ta gjatë luftës. Dhe kështu, kundër logjikës njerëzore, u kthye me vetdije në Gjermani. Në një vend që e dinte se edhe mund ta vrisnin. Ai u përfshi në një lëvizje të fshehtë që e kundërshtonte Hitlerin, jo me armë, por me të vërtetën dhe me guximin për të thënë se Krishti është Zoti. Ai u arrestua dhe në vitin 1945, vetëm pak javë para përfundimit të luftës, Bonhoeffer u var në kampin e përqendrimit në Flossenburg. Një dëshmitar okular, një mjek ushtarak nazist që e pa ditën e fundit kur ndodhi kjo ekzekutimi, tha kështu: Kurrë nuk kam parë një njeri të vdes me aq paqe. Ai e dinte saktësisht kush ishte dhe ku po shkonte. Kjo ishte ajo çfarë ky mjek shkroi për Bonhoefferin. Kjo është një histori e jashtëzakonshme e një njeriu të jashtëzakonshëm në një kohë të jashtëzakonshme që lidhet me pasazhin që do predikojmë sot. Sepse Bonhoeffer ishte një qytetar i qiellit që jetoi si i tillë. Ai nuk pranoi të jetonte një jetë të qetë, të sigurt, pse jo edhe të lavdishme si profesor në Universitetin Amerikë, ndërkohë që vëllezërit e tij vuanin në regjimin nazist. Ai u kthye vetëm 2 javë pasi kishte shkuar në Amerikë. U kthye, shërbeu me vëllezërit e tij, në kishën e tij dhe vdiq për Krishtin, në paqe, sepse ai e dinte se kujt i përkiste. Ai e dinte që ishte një qytetar i qiellit dhe jetoi jetën e tij deri në fund si i tillë. Kjo është edhe tema e predikimit sotëm. Qytetar të qiellit, të jetojmë si qytetar të qiellit. Kur vlla Mario predikoi nga java kaluar pasazhin, tha se ndoshta nuk ishte pasazh shumë praktik. Kjo sepse pasazhi që do shohim sot është pjesa praktike e teorisë pasazhit që ndau vllai. Vllai ndau nga vargjet 12 deri në 16, ku Pali na dëshmoi na thret nese për të kuptuar se cili është qëllimi i jetës krishtere. Dhe ai thotë të rendim drejt Krishtit, ta njohim Krishtin dhe t'i ngjajmë Krishtit. E tani do shohim si ta bëjmë këtë në mënyrë
praktike. Jeta jonë dhe mënyra e të jetuarit, se si ne jetojmë jetën për ditëshmërinë tonë, varet shumë nga fakti se kujt shteti i përkasin, apo kujt krahine, nga cila krahin vinë. Kultura, mënyrat menduarit, perceptimi që kena për jetën, varet shumë nga vim. Ky është koncepti që Pauli përdor në këtë pasazh, dhe ideja që ai pra don të na thojë ne është që ne jemi qytetarë të qiellit. Dhe kjo mendësi duhet të na ndihmojë ne, të na tregojë mënyrën se si ne duhet ta jetojmë jetën tonë. E mënyra se si ne jetojmë në këtë botë si qytetarë të qiellit është e ndryshme nga ajo e qytetarëve të zakonshëm kësaj bote. Ne kemi një qytetari tjetër. Ne mund të jetojmë dhe jetojmë mes njerëzve, por ne kemi një mënyrë komplet të ndryshme të menduarit, të jetuarit. Ne kemi një botkuptim tjetër. E qëllimi jonë si të krishterë, e përsëris prapë, është që t'i ngjajmë Krishtit. Ky është synimi jonë. E mendësia që na duhet për të jetuar drejt këtij synimi është jetuarit si një qytetar i qiellit. Zemra jonë duhet na rri këtu. Atje kemi thesaret tona. Në qiell kemi mbledhur. Atje na rre shpirti. Predikimin sot e kam ndarë në 3 pjesë. Në pjesën e parë, në vargun 17, do shohim thirrjen e Paulit, që ju bën besimtarëve në Filipi. Thirrjen që qytetari i qiellit ndjek shembujt e Perëndishëm. Në pjesën e dytë, në vargjet 18 deri në 19, do shohim paralajmërimin që apostulli Paul ka ndaj besimtarëve për t'u larguar thot nga armiqt e kryqit të Krishtit. Dhe në pjesën e tretë, në vargjet 20 dhe 21, do të shohim se qytetari i qiellit pret me durim kthimin e Krishtit. Pra, qytetari i qiellit ka pritshmëritë e duhura. Zemra e predikimit, e pjesa kryesore që apostulli Paul po ju thot filipianëve dhe ne sot në këto vargje, është që ne jemi në Krishtin. Jemi qytetar të qiellit. Dhe duhet ta jetojmë jetën si të tillë. Edhe pse ne akoma nuk jemi atje me trup dhe shpirt, por pasaporta jonë, qytetaria jonë është qiellore. Kjo është mendësia që ne na duhet të kemi ndërsa jetojmë jetën si të krishterë këtu në tokë. Vargun 17 thot Pauli, bëhuni imituesit e mi. Këtu ai nuk po tregohet me ndjemal apo krenar, duke ju thënë atyre që të mendojnë se Pauli është i shenjtë dhe tani bëni si unë, se unë jam i shenjtë apo jam perfekt. Por ai po ju kërkon atyre që në mënyrë praktike të marrin shembullin e tij. Ai sapo ka dhënë dëshminë e jetës së tij para 2 predikimesh. Ai ju tha atyre që unë tha hoqa dorë dhe i quaj pleh gjitha arritjet e mia në fetarizmin tim, në traditat e mia, në krahasim me vlerën e lartë të njohjes Jezu Krishtit. Ai tek letra e 1 Korintasve, kapitulli 11 vargu 1 ju shkruan: "Me imitoni mua ashtu si unë jam imitues i Krishtit." Pra ai nuk po e nxjerr nga vetja këto këshilla dhe këto mënyra të jetuarit. Ai po imiton Krishtin. Në pjesën e dytë vargut ai thot: "Dhe vëreni ata që ecin kështu, sipas shembullit që keni në ne." Pra, ai po ju thot që jo vetëm me imitoni mua, por edhe ata që ecin kështu përreth jush, që kanë po këtë mendje si unë, që kanë këtë mënyrë të jetuarit, kanë këtë botkuptim si Pauli. Po kush janë ata? Pauli këtu thot, ata janë vëllezërit dhe motrat që janë të rritur në Krishtin në kishën e Filipis.
Pra, ai po ju shkruan Filipianëve dhe thot që me imitoni mua dhe vëreni ata që ecin kështu. Pra, në rrethin tuaj, në kishën tuaj, shikoni, vëreni ata vëllezër dhe motra që janë të rritur në Krishtin dhe ecin kështu. A gjithashtu, ata, fjala ata, pra përfshin edhe dy shembuj që Pali ju ka tregu përpara, Timoteun dhe Epafroditin. Dy shembuj të jashtëzakonshëm që Pali ju dëshmoi atyre në fund kapitullit 2 për shërbesen që ata banë për ungjillin, se si ata nuk kishin kërkuar interesin e vet, thot Pali, po atë të Krishtit. Madje thot duke shkuar shumë afër vdekjes për veprën e Krishtit. Epafroditin ato e njihnin tashma, Pali jo kishte dërguar sërish mbrap, pasi ai shërbeu Palit, por edhe Timoteun, që ju shkruajti, do ju a dërgonte pak më vonë. Dhe kjo është thirrja e Palit për filipianët, të bashkimitojnë ata dhe gjithë vëllezërit e motrat që ecin në shembullin që kanë parë tek apostulli Paul. Në jetën tonë e përditshme ne mësojmë t'i bëjmë gjërat jo vetëm duke lexuar ose duke mësuar teorikisht, por një mënyrë shumë e mirë e të mësuarit është duke pa të tjerët si veprojnë dhe si e bëjnë diçka. Edhe ju e dini atë shprehjen, thuaj më kërrit të them se kush je. Kjo mënyrë e të mësuarit ishte edhe mënyra që vetë Zoti jon Jezu Krisht përdori për të mësuar dishepujt e tij, për t'i dishepullizuar ata. Edhe ne quajmë shpesh dishepullizimi jetë me jetë. Ai i mori me vete kudo dishepujt, kudo ku shkonte, çfarëdo që bënte, i bënte në praninë e tyre. Këtë bënte që ata të mësonin nga Jezusi, e të mësonin duke pa si shembull, jo vetëm teorinë e fjalëve që Krishti ndante me ta, por edhe mënyrën se si ai i bënte gjitha këto. Gjithashtu, besoj është një praktikë në shumicën e punëve, e përdor në punën time. Zakonisht kur vjen dikush i ri që nuk e njeh punën, ose është fillistar, ose që akoma nuk e ka të qartë, ç'a bëjmë? I themi, ulu afër dikujt që e din ta bëjë tashmë. Dhe ai vetëm vëzhgon, shikon, mëson, bën pyetje. Kjo është ajo mënyrë që Pali po ju thot filipianëve për të jetuar tashmë si qytetarët e qiellit. Qytetarët e qiellit mësojnë, bashkimitojnë njëri tjetrin, ata që janë të rritur në besim. Vëllezër motra, nëse duam ta praktikojmë këtë mësim që Pali thot, kjo mënyrë e të jetuarit e të bërit gjërat bëhet vetëm kur ne jetojmë në bashkësi me njëri tjetrin. Unë nuk i kuptoj ata që thonë se janë të krishterë dhe jetojnë larg kishës. Si mund të kolaudosh mënyrën e tanë të jetuarit larg trupit të Krishtit? Është diçka e mirë për ne që të jetojmë e të mësojmë nga shembujt e mirë në kishë. Është një hir prej Perëndis. Patjetër që ne kemi Biblën dhe aty kemi shembullin e Jezusit, shembullin e Palit, shembullin e gjithë dishepujve. Por thirrja e Palit është që të shkojmë edhe tek ata me të cilët ne jetojmë, që kemi përreth nesh. T'i vërejmë ata si ecin jetën e tyre. Nëse jeta e tyre është sipas shembullit të Krishtit, të apostujve, atëherë ne duhet të mësojmë prej tyre. Patjetër Bibla e përsëris është matësi, është busulla që ne e përdorim për të dalluar nëse diçka është e drejtë apo e gabuar. Por natyra jonë njerëzore mëson shumë kur shikon dikë tjetër që bën gjërat për krah teje. Prandaj është e domosdoshme për një krishter që të jetë në një proces të vazhdueshëm dishepullizimi. Kemi nevojë gjithashtu për shembuj gjallë në jetën tonë të përditshme, për shembuj të krishterë, vëllezër motra të rritur në besim, të cilët kalojnë sfida, si ne. Janë një shembull në të ndjekurit të Krishtit. E nevoja për kishën tonë dhe për gjitha kishat sot është që të kemi shembuj të tillë. Kemi pastor, mësues, drejtues, që jo vetëm e predikojnë fjalën,
por edhe jetojnë sipas fjalës. Kemi nevojë për besimtar me integritet, të përulur, të duruar, të guximshëm, për t'i dalë Zot të vërtetës, për t'i dalë Zot fjalës Zotit dhe të përkushtuar ndaj fjalës Zotit. Kjo është një mënyrë e të mësuarit në kish, por gjithashtu edhe në familje. Unë nuk jam prind, por jam një birë, edhe besoj si unë gjithë ju e mbani mend shumë mirë se sa shumë gjana kena mësu ne duke pa për shembull babën apo nanën, mënyrën se si ban gjanat, se si flet me njerëzit, edhe themi shpesh ky i ka ngja mamit, ky i ka ngja babit, ka marrë huqet, sepse duke qëndruar me to, ne marrim, përthithim. E këto janë momente që e shënjojnë thellë jetën e një fëmije. Tani lutja ime për veten time, dhe për ju që unë nuk kur të bahem prind, e për ju që aktualisht jeni prindër, është jetoni me këtë në mendje. T'jeni koshient për impaktin e madh që keni në jetën e fëmijës, familjes, por jo vetëm, në gjithë kujt që jep rreth. Bëhuni shembulli që Krishti kërkon që ne t'jemi. Ndoshta nuk je i mirë shumë në të mësuar teologji me fjalë, po ke një aftësi më të fortë dhe më efektive për të mësuar me jetën tënde. Hapi parë është të jemi koshient për këtë gjë, të jemi të ndërgjegjshëm për këtë forcë të madhe, të jetojmë si tillë për rreth njëri tjetrit. Ta kemi këtë barr që sjellja jonë, jeta jonë është duke ndiku dikën. Dhe prandaj është shumë e nevojshme që ne të jemi shembulli që Krishti don prej nesh. Një qytetar i qiellit e rrethon veten me vëllezër që rendin pas të njëjtit synim, me vëllezër e motra që kanë njëjtin mendje, njëjtin qëllim, të ngjajnë Krishtit, që të ndjekin Krishtin. E rrethon veten me njerëz të rritur në besim, që na japin një këshill të mirë nga fjala, që na inkurajojnë, që na motivojnë me mesazhe nga fjala e Zotit. Duhet të rrethojmë veten vëllezër motra me besimtar të rritur që luten për ne, kujdesen për ecjen tonë, madje edhe na çortojnë kur është nevoja. Dhe gjithashtu ne duhet të jemi një shembull i mirë për të tjerët. Në pjesën e dytë do shohim paralajmërimin e Palit, që ka për të larguar nga armiqtë e kryqit të Krishtit, thot Pali. Ndisni shembujt e mirë, thot Pali, rrethojeni veten me ata që ndjekin dhe imitojnë Krishtin, sepse nëse nuk po ndikohesh nga njerëz të perëndishëm, është rreziku që të ndikoheni nga shembuj të këqij, jo të perëndishëm. Nuk ka neutralitet në jetën tonë. Ne jetojmë mes njerëzish për ditëshmërinë tonë. Nuk mundesh të thuash ti, unë rri pa ndikuar, unë nuk lejoj njeri të ndikoj. Unë kam mendjen time, nuk ndikohem nga askush. Është e pamundur. E Pali thot në vargun 18, sepse shumë thot nga ata, po i paralajmëron pra Filipianët, shumë nga ata për të cilët ju kam folur shpesh, edhe tani po ju a them duke qartë, ecin si armiq të kryqit të Krishtit. Pra Pali po i paralajmëron vëllezërit në Filipi, por edhe ne sot, që duhet të jemi vigjilent se nga kush po e rrethojmë veten, nga kush po influencohemi. Shqyrtojeni mirë ata që kanë influencë në jetën tuaj. E këtë e bëjmë duke i krahasuar me shembullin Palit e të tjerëve që ecin në perëndishmëri. Kjo sepse jo të gjithë që janë kish ecin në perëndishmëri, jo të gjithë që janë besimtar ose thonë që janë besimtar ecin sipas shembullit Krishtit, ose duan, kanë synimin e jetës tyre të ngjajnë Krishtit. Përkundazi, thot Pali për këta, ecin si armiq të kryqit të Krishtit. E këtë, thot Pali, e shkruaj duke qarë, me lot në sy, sepse me gjas këta armiq të kryqit të Krishtit që thot Pali, përpara me siguri kanë qenë ndoshta arëntar të kishës Filipi.
Ndoshta kanë qenë krishterë që Pali ka dishipullizu, ose kanë ndau Ungjillin me ta. Kaluar në ata me siguri e kanë shpallur veten si të krishterë, por rrugës e kanë mohuar besimin dhe tashmë janë armiq të kryqit të Krishtit. Dhe prova se tani ata janë armiq të kryqit të Krishtit është vetë jeta e tyre, sjellja e tyre, shembulli i tyre. Shembulli i tyre është një jetë që nuk ka për synim ta njohë Krishtin, nuk ka për synim t'i ngjaj Krishtit. Nuk jetojnë si qytetarë të qiellit. Ata tani janë e kundërta e asaj që tha Pali me lart, e shembujve të mirë. Shumë nga ata, thot Pali, shumë nga ata. Kjo është një rrezik i vazhdueshëm. Edhe pse mund të marrësh pjesë në kish, apo mund të kesh lexuar nga Bibla, nuk do të thotë që ti e ke njohur Krishtin. Dhe kjo është pikërisht një përmbushje në fakt që parashikimi që bani Jezusi tek Mateu 7:21-23 ai thot: "Jo çdo njeri që më thot Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiejve, por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiej. Shumë do të më thonë atë ditë: Zot, Zot, a nuk profetizuam ne në emrin tënd, a nuk i dëbuam demonet në emrin tënd, a nuk kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd?" Dhe atëherën do t'ju sqaroj atyre: unë s'ju kam njohur kurrë, largohuni nga unë, ju të gjithë që keni bërë pallësi. Nuk ka gjë më të mërshme, vëllezër motra, se sa të dëgjosh këto fjalë të thëna nga Jezusi. Prandaj edhe Pali e thot këtë duke qarë. Jo sepse ai ishte vetëm i pikëlluar për ndryshimin që kishte pësuar ata në jetën e tyre, këto besimtarë të vetë shpallur, por e thot duke qarë sepse ai e din mjaft mirë se çfarë pret ata. E di mjaft mirë fatin e tyre. Madje thot te vargu 19, dhe fundi i tyre është humbje. Kur ecën si armik i kryqit të Krishtit, fundi i tij do të jetë humbje totale. Do të humbas veten, do të humbas shpirtin, thot Jezusi tek Marku 8:36. Çdo bi do të ketë njeriu të fitojë gjithë botën, nëse më pas do të humbas shpirtin e vet. E këtë po banin këta persona që Pali flet me lot në sy për ta. Dhe paralajmëron filipianët që të mos ndikohen nga to. Këto po synonin, fitonin botën, po të njëjtën kohë kishin humbur shpirtin e tyre. E vazhdimi i vargut 19 na tregon më shumë detaje mbi karakteristikat e sjelljes e këtyre të ashtu quajturve besimtarë, të cilët janë armiq të kryqit të Krishtit. E vazhdimi i vargut 19 thot: "Spari thot perëndia i tyre është barku. Pastaj lavdia e tyre është në turpët e tyre dhe ata e çojnë mendjen vetëm në gjërat toksore." Perëndia i tyre është barku, do të thotë që ata i jepeshin pasioneve të mishit tyre. Pra nëse ti do me kuptu se çfarë nuk bën një besimtar, një qytetar i qiellit, është e kundra këtyre gjërave që bëjnë to. Pra ata i jepeshin pasioneve të mishit tyre, dëshira e tyre është që të kënaqin nevojat, epshet e tyre, dëshirat e momentit, dëshirën për të qenë rahat, për t'i plotësuar shefin vetes. Kjo është një krenari e pastër, sepse thot Zoti i tyre, perëndia i tyre është vetja e tyre. Shërben vetes. Ky pasion, në kjo dëshirë e madhe për të kënaqur veten maksimum, e ka zëvendësu pasionin kryesor, dëshirën e madhe të zemrës që duhet të ketë një qytetar i qiellit, që është për të kënaqur Perëndin, për të ngjajë Krishtit. Ai është synimi i tij, ai është dëshira e tij më e madhe. E paralajmërimi i Palit është që ne duhet kemi kujdes nga persona të tillë dhe zërmotra, mos lejojmë që të ndikohemi nga mendime të tilla. Kujdes nga të tilla mendime, nga të tilla pasione që na pengojnë në të ndjekurit të Krishtit. Kur ke mendsinë të jetuarit si qytetar i qiellit, nuk i plotëson çdo pasion, çdo dëshirë vetes që të vjen.
Sepse ne e dim, Romakët 6:12, Pali na thot se let mos mbretëroj pra mëkati në trupin tuaj të vdekshëm, që ti bindeni atij në epshet e veta. Një qytetar i qiellit e shqyrton veten në dritën e Biblës. Pyet veten, apo i ngjaj Krishtit unë me këtë që po bëj? Së dyti thot lavdia tyre është në turp të tyre, thot. Normalisht që kur nuk e ke synimin e duhur, pra për t'i ngjall Krishtit, për t'u bërë ngjashëm me te, kur dëshirat e tua dhe pasionet e tua lidhen me pasionit e mishit, e trupit, patjetër që edhe mburrja tyre duhet jetë për turp tyre. Kjo lidhet shumë me imoralitetin e tyre. E keni vënë re se sot ka një tendencë, nuk fshehet matë, ka një tendencë që imoraliteti shpaloset si një arritje e shoqërisë. Lavdrohen dhe mburren fiks me ato gjana që duhet të turpëroheshin. E gara në botë sot duket se është se kush është më imoral se tjetri. Madje e quajnë edhe krenari ti është imoral. Madje jo vetëm që e festojnë imoralitetin e tyre me një krenari të frikshme, por madje tashmë kërkojnë që edhe ti, edhe ne të festojmë për imoralitetin e tyre. E armiqtë e kryqit Krishtit, në fund, thot Pali, e çojnë mendjen vetëm për gjëra toksore. Ata janë të fiksuar pas pasurisë tyre. E pasuria është kthyer në qëllimin e madh të jetës tyre. Aty e kanë mendin, aty e kanë zemrën e tyre, të mbledhin thesare në tokë. Suksesi, karriera, janë qëllimi dhe synimi më i madh i jetës tyre. Fama për disa. Dhe vetëm këto në fakt duket sikur ja përmbushin jetën tyre. Por qytetari i qiellit arrin t'i dallojë këto shenja tek të tjerët. Arrin ta dallojë tek jeta tjetrit dhe mbron veten nga të tilla influenca, nga të tilla ndikime. Madje ai bën të kundërtën e asaj që bëjnë ata. Ai kujton vargjet e Palit që ju shkruan Kolosianëve, kapitulli 3, vargjet 1-2. Në qoftë se ju jeni ringjallur në Krishtin, thot Pali Kolosianëve, pra jeni qytetarë të qiellit në kontekstin e sotëm. Kërkoni ato që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathën e Perëndis. Kini në mendje gjëra që janë atje lart, jo ato që janë mbi tokë. Është kundërta e këtyre armiqve të Krishtit. Pra, një qytetar i qiellit, spari e shqyrton veten, mos po jetoj unë si armik i kryqit Krishtit. Mos po i bëj unë këto, mos ndoshta Perëndia im është barku, pra është vetja ime, mos ndoshta lavdia që du të marrun, që mburrem, gjanat me cilat unë mburrem, mos janë gjana që unë duhet të turpërohesh në fakt. Mos ndoshta më shkon mendja vetëm për gjëra toksore, se jo çdo gjë është e keqe, thash puna, pasuria ne na duhet, por mos t'jenë ata vetëm gjëra të cilat ne mendojmë, mos t'jenë ata qëllimi i madh i zemrës tonë. Një qytetar i qiellit e shqyrton veten kështu. Por së dyti, ai shqyrton dhe të tjerët që ka përreth vetes. Këtu nuk po thotë që ne nuk duhet të rrim fare, normalisht ne jemi në botë, jetojmë, punojmë, por ne shqyrtojmë kush ka ndikim në jetën tonë. Kujt po ja dëgjojmë fjalën? Kë po lejojmë ne që të na ndryshojë mënyrën se si ne jetojmë, se si ne mendojmë? Kujt po i ngjajmë? E kjo nuk ndodh haptas, nuk e kupton ti, po filloj, është diçka që ndodh në mënyrë të pandërgjeshme nganjëherë. Prandaj duhet ta shqyrtojmë veten tonë. Mos po marrim ne zakonet botës, mos po marrim ne sjelljet botës. Në pjesën e tretë dhe të fundit, do të shohim se cila është pritshmëria jonë si qytetar qiellit. Vargu 20 thotë sepse qytetaria jonë është në qiell,
prenga dhe presim në durim shpëtimtarin Zotin Jezu Krisht. Si qytetarë qiellit, ne presim ardhjen e mbretit qiellit. Ajo është perspektiva jonë më e madhe, arritja që presim me ndodhë, gjoja më e rëndësishme që presim me ndodhë. Kjo është ardhja e shpëtimtarit. Të qeni qytetarë qiellit ndryshon çdo gjë për ne. Jo vetëm mënyra se si shohim gjanat në tokë, mënyra se si ne jetojmë thonë. Ndryshon prioritetet që ne vendosim, por gjithashtu ndryshojnë edhe pritshmëritë tona. Ne nuk presim thjesht një shpëtimtar, por shpëtimtarin Zotin Jezu Krisht. Në fakt, ne presim kthimin e mbretit ton. Mbretit që tashmë është mbreti i jetës tonë. Shpëtimtarit pa mëkat, thot fjala e Zotit, që na çliroi nga zgjedhja e vdekjes me anë të kryqit të tij. Presim ardhjen e tij sërish. Ai jetoi pa mëkat, thot fjala e Zotit. Vdiq dhe u ringjall, e u ngrit në qiell, dhe ne presim ardhjen e tij sërish. Po pse presim në këtë? Sepse sparit ai vetë na ka premtuar. Tek Gjoni 14:3 thot, dhe kur të shkoj e t'ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë, t'jeni edhe ju. Vëllezër e motra, kjo është shpresa jonë. Ai gjithashtu na premton. Pra, pse e presim në këtë? Sepse edhe na ka premtuar diçka tjetër. Na thot vargu 21, i cili do ta transformoj trupin ton për uljes, që të bëhet i një forme me trupin e tij të lavdis, sipas vepërshmërisë së tij që t'i nënshtrojë ndaj vetes gjitha gjërat. Kur Krishti të vi sërish në ringjalljen e madhe, ai do të na jap një trup të ri. Trupi që ne kemi është i fundëm, është i vdekshëm, degradon me kalimin e viteve. Sa do kujdesesh për ta, në një moment përfundon. Nuk funksionon më. Por do të vijë një moment ku Bibla na mëson se trupat tanë do të përlevdohen. Do të shndërrohemi, thot fjala e Zotit, në trupa qiellor, e do të jemi të ngjashëm me atë të Krishtit. Nuk do të ketë më smundje, nuk do të ketë më dhimbje për trupat tanë. Krishti, thot, do t'i nënshtrojë ndaj vetes gjitha gjërat. Gjithë do të përulen një ditë para qengjit, na mëson Bibla, dhe do të adhurojnë me këto trupa në përjetësi. Ashtu si Bonhoeffer, që pa më fillim, ndërsa u përball me ekzekutimin e tij nga nazistët, krishterët shkojnë nga kjo botë, largohen nga kjo botë në paqe. Qofte largët ajo ditë për secilin prej nesh, por kurdo që ajo ditë vi, ne e dim se kujt i përkasim, ne e dim se ku po shkojmë. Për botën, tema vdekjes është një temë sikletshme, shpesh herë friksuese, i shmangen, nuk duan ta diskutojnë, pasi ata nuk e kanë sigurim, nuk e kanë shpresë, nuk e dinë se çfarë do ndodh me ta. Por për të krishterin, për qytetarin e qiellit, vdekja është thjesht një kalim nga kjo botë. Se kur do vi kjo ditë, asnjë se di. Atë ka caktuar Zoti. Por deri atëherë, ne duhet jetojmë çdo ditë në këtë botë si qytetarë të qiellit. Duhet jetojmë duke pasur në mendje këtë perspektivë të jetës së përjetshme. E kjo jetë e përjetshme, shpesh ne mendojmë se fillon momenti kur ne largohemi nga kjo botë. Në fakt, kjo jetë ka filluar në momentin kur ne jemi rilind. Kur Krishti është bërë Zoti i jetës tonë, ka filluar jeta jonë e përjetshme. Përjetësia nuk lidhet vetëm me kohëzgjatjen, por lidhet gjithashtu edhe me cilësinë e kësaj jete. Është një jetë në Krishtin, është një jetë në paqe, është një jetë në gëzim, është një jetë plot shpresë. Në mbyllje, dua t'ju ftoj sërish gjithëve ta shërtojmë veten para Zotit në ndritën e këtyre vargjeve që sapo predikuam. E pyetja për ne është, nëse dikush do të shikonte nga afër e do të analizonte jetën tënde, s'po them shumë një javë, mënyrën si flet, si mendon,
si vepron, me kë rrin, me kë ndan, nga kush influencohesh. A do ta kuptonte ai që ti je një qytetar i qiellit? Vëllezër, motra, përsëris sot kisha jon, vendi jon, ka nevojë më shumë se kurrë për burra dhe gra që jetojnë me mendsinë e duhur, që jetojnë si qytetarë të qiellit, që jetojnë të bindur në thirrjen dhe në synimin e jetës tyre. Ka nevojë për burra dhe gra që kanë vetëm një fokus, të ngjajnë Krishtit. Ka nevojë më shumë se kurrë për burra dhe gra që qëndrojnë të fortë në Krishtin, që jeta atyre është në kontrast plot përballë një bote pragmatiste, një bote që shkon pas interesave të ngushta, materialiste, që kontraston plotësisht përballë një bote që shkon pas epsheve të mishit, përballë një bote që perëndia e tyre është vetja e tyre, përballë një bote egoiste, përballë një bote që e çon mendjen vetëm për gjërat e kësaj toke, si të mbledh pasuri, famë, sukses vetëm për vete, tani këtu, nuk interesohet për diçka tjetër. Pyetja është, cili është synimi i jetës tënde? E bëm edhe herën e kaluar. E tani unë e pyes specifikisht. Synimi i jetës tënde është të përmbushësh nevojat dhe pasionet e mishit apo të ngjash Krishtit? Cila është lavdia jote më e madhe? Gjana e që ti mburresh mas shumti. A janë arritjet e tua, fama, suksesi, karriera, pasuria? Apo është Krishti që është Zoti i jetës tënde? Cila është pritshmëria jote më e madhe? Cila është ajo the goal, pra, cila është qëllimi më i madh i jetës tënde që ti mezi pret të ndodhi? Ku i ke varë shpresat e tua më të mëdha? Ku i ke gjithë jetën tënde? Te kush e varë? Te puna, te leku, te gruaja, te burri, te shtëpia? Për çat çan zemra mas shumti? Pritshmëria jonë më e madhe si qytetar të qiellit, vëllezër, motra, duhet të jetë ardhja e Krishtit. Duhet të jetë dita që ai do të vijë për të na bërë të ngjashëm edhe në trup me të. Ku të jemi të përlëvduar në prezencën e tij përjetësisht. Kjo është shpresa jonë. Të dashur, nëse akoma nuk jeni në Krishtin, nuk besoni në Krishtin, Bibla na mëson, e duhet jeni të bindur për këtë, se qytetarët e qiellit nuk e bëjmë dot ne veten tonë. Nuk është diçka që ti plotson ca letra dhe bëhesh qytetar i qiellit. Nuk bën fakti se sa të mira ke bën jetës, sa mirë je sjellë, ke qenë burr i mirë, ke lindë në një familje fetare, ke lindë një familje të krishterë, ose ke shku në kish, ke lexuar Biblën. Bibla na mëson, në fakt, se ne nga natyra jemi armiq të Perëndis, armiq të kryqit Krishtit. Por Bibla gjithashtu na jep lajmin e mirë se në Krishtin ka shpëtim. Romakët 5:10 thotë, në fakt, ndërsa ishim armiq, u pajtua me Perëndin nëpërmjet vdekjes së birit të tij, akoma më shumë tani që jemi pajtuar, do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij. Në kryq, Krishti mori mbi vete gjitha mëkatet tona. Ai e njësoi veten e tij me ne dhe u bë qytetar i tokës, që ne të mund të bëhemi qytetar të qiellit. Ka vetëm një rrugë për të bërë qytetar i qiellit, ai është Krishti. Ka vetëm një pasaport që na mundson të shkojmë në qiell, ai është Krishti. Thirrja e Ungjillit sot është gjithmonë ka qenë që të pendoheni për mëkatet tona, e të besojmë në Krishtin si të vetmin shpëtimtar. Ai na bën ne qytetar të qiellit, mbretërisë e tij. E mbretëria e tij, thot fjala e Zotit, nuk do të ketë kurrë mbarim. Amen. Le të lutemi.